Dikun në vitin 2019 kemi pasur parafërsisht prej 500 deri 700 pacientë të cilët janë referuar jashtë institucioneve publike shëndetësore për shërim, e që ka pas një kosto të jashtëzakonshme si për vetë pacientin, ashtu edhe për buxhetin e shtetit, ku tani kemi rreth 100 pacientë dhe në vit parafërsisht kursejmë prej 1.6 milion deri në 2 milion euro çdo vit. Si thash më herët, është rritur gama e shërbimeve, kanë nisur shërbimet të jipen operative edhe në segmentin e pasëm të syrit, në shumicën e patologjive të cilat na këtu mund t'i realizojmë në mënyrë të pavarur nga ekipi i cili mirret me ashtu quajturën kirurgjinë vitreoretinale. Po ashtu viteve të fundit kemi pasur rritjen e shërbimeve dhe futjen e shërbimeve të reja, për shembull operimi i kanaleve të lotit me laser, apo edhe shërbime tjera si diagnostike ashtu edhe operative, vlen të përmendet për shembull vitin e kalum, kemi pasur zbritje të madhe të listës së pritjes, për shembull për operimin e kataraktës, i cili është operacioni më i shpeshtë që ndodh në klinikën e syve, ku prej 1230 pacientëve tani është lista në rreth 630 pacientë, me këtë edhe është zbritur koha e pritjes nga rreth 18 muaj, pravisht në rreth 5-6 muaj. Në vitin paraprak 2023 kemi pas rreth 2300 operacione të heqjes së perdës apo kataraktës me metodën e fakoemulsifikimit, kurse vitin 2024 ky numër është pothuajse 3000 operacione të tilla për heqjen e perdës. Po ashtu është rritur edhe numri i operacioneve në segmentin e pasëm, ata ashtu quajtur pars plana vitrektomi për rreth 15%. Rritje tjetër kemi pasur edhe në dhënien e injeksioneve intravitreale, ku vjet kemi pasur në 2023 rreth 3000 injeksione, kurse në 2024 rreth 4400 intervenime të tilla të dhënies intraoperative të këtyre injeksioneve intravitreale. Risi tjetër është se si jetë respektivisht në vitin 2024 kemi futjen edhe në listën esenciale edhe të 2 preparateve të reja, anti-VEGF të ashtu quajtura, të cilat ne tani aplikojmë në klinikën tonë. Si rezultati gjithë kësaj është rritur edhe shfrytëzimëria e kapaciteteve në klinikë, ku shfrytëzimëria në vitin 2023 ka qenë rreth 77%, kurse në vitin 2024 është rritur në dikun 97%. Numri i shtretërve në klinikën tonë është 58, i cili parafërsisht i mbulon nevojat e klinikës tonë. Po ashtu me staf jemi mirë të mbulum, i kemi 27 mjek specialist edhe rreth 48 infermerë, jemi në procedurë edhe të rekrutimit të infermerëve tjerë, si dhe të mjekëve specialist të ri të cilës së shpejti do t'i kemi në klinikën tonë. Sa i përket barnave esenciale, nga lista esenciale, si dhe të materialit shpenzues, i cili duhet të përmendim që është specifik për klinikën e syve, nuk kemi pasur asnjë mungesë në furnizimin e klinikës tonë me këto, qofshin ato barna apo qoftë materiali shpenzues